Do shta me të pyet, si do të jetë gjendja pas vdekjes së atyre që e fyjnë Islamin, pejgamberin edhe Kur'anin? Një ditë kanë me vdek. Këto që ka shkruajnë, këto që ka e fyjnë Islamin, Allahun, madje pejgamberin, Kur'anin, do të vdesin një ditë. S'ka dyshim. Si do të jetë gjendja? Nëse vdesin me këto bindje, me këtë urrëtie. Ne lutim Zotin që Zoti t'i udhëzojë. Amin. Se unë s'do doja kur që dikush të digjet në zjarr xhenemit për Zotin. Pra, Absolutisht. unë kur nuk do doja që dikush të digjet në zjarr xhenemit. Mirë, po është problemi i zgjedhjes. Ç'a ndodh me njeriu? Zoti çdo njeriu në këtë botë ja jep mundësinë për të bërë zgjedhjen. Siç ma dha mu, ma dha sinjalin, ma solli librin. Dhe unë e pash që kishte zgjidhje. Nëse unë do të kisha vazhduar, atëherë unë e dogja shansin tim të jetës. Ndoshta do të mbinte një shans i dytë ose jo. Çdo njeriu në këtë botë, në përgjithësi, në përgjithësi, Zoti jep një moment drite, një moment si më thënë, inspirimi që ai të kuptojë se ku qëndron e vërteta. Në momentin që i bëhet e qartë kjo gjë dhe ai vazhdon, ai do ta ketë pisk, që është momentin që i del shpirti, do ta ketë pisk në jetën e varrit, do ta ketë pisk në ditën e Kiametit dhe do ta ketë pisk pas ditës Kiametit që është zjarri i xhenemit. Qysh në jetën e varrit fillon dënimi i tij. Domethënë ai shpirti i tij si fillim shef xhenetin dhe dëshiron të shkojë në xhenet, mirë po nuk ja mundson Allahu xhelxha dhe i thuat jo, nuk është këtu do të ishte vendi yt. Po vendi yt është këtu dhe i tregohet atij zjarri i xhenemit dhe shpirti i tij shkon në xhenem dhe xhenemi erdhet në varrin e tij, normalisht kjo është botë e ghaibit, ne nuk e hetojmë dot, por e besojmë siç ka njoftuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe kështu do të vazhdojë deri në ditën e Kiametit, pastaj ditën e Kiametit, normalisht njerëzit që kanë mohuar, njerëzit që janë tallë, njerëzit që domethënë janë munduar të vejnë në lojë fen apo besimin apo besimtarët, padyshim Zoti na ka treguar në Kur'an që vendi i tyre do të jetë hauje. Domethënë një vend në xhenem, Zoti na ruaj që njerëzit hidhen me kokë. Pra nuk hidhen kështu me butësi apo hajde ulu këtu. Jo, do të hidhen me kokë, Allahu na ruaj. Kështu që domethënë përfitojmë nga rasti që t'ju bëjmë një thirrje. Ndaluni sepse keni të bëni me Zotin. Sado i fortë që ti jesh, sado fuqi që të kesh, sado i mençur që ti jesh, sado aktor dhe aktrim të bësh, kur je përballë Zotit i asgjë. Prandaj bëni llogarit mirë se keni të bëni me Zotin e gjithësisë dhe me çdo gjë mund të luash, me çdo gjë mund të bësh shaka, me çdo gjë mund të tallësh, çdo gjë mund ta provokosh, po me Zotin mos luaj. Absolutisht. Allah na rrit nga përfundimi i tillë.